Përfundon afati për aplikimet në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi 2026 pas shtyrjes së vendosur nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, njoftoi Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Skema kombëtare mbështetjes në bujqësi përfshin një gamë të gjerë masash financiare për sektorin bujqësor dhe blegtoral. Sipas AZHBR-s, mbështetja parashikohet për blegtorin, bletarin, kontrollin biologjik, fermat organike, sipërfaqet e mbjella e të tjerë. Në kuadër të kësaj skeme përfshihen edhe investimet për fermerët e rinj, ndërtimi i staneve dhe mekanizimi i bujqësisë. Agjencia u ka bërë thirrje fermerëve që të përfitojnë nga orët e fundit të afatit për të mbyllur aplikimet, duke sqaruar se procedurat ndryshojnë në varësi të masës për të cilën aplikohet. Për masa direkte, aplikimet kryhen online përmes portalit e-Albania, ndërsa për masat e investimeve, dosjet fizike duhet të dorëzohen pranë zyrave qendrore të AZHBR-s. Afati fillestar për mbylljen e aplikimeve ishte data 26 qershor, por Ministria e Bujqësisë vendosi ta shtyjë deri më 6 korrik, me qëllim që t'u jepet mundësi më shumë fermerëve të përfundonin dokumentacionin dhe procedurat e nevojshme. Procesi i aplikimit për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi 2026 ka nisur me 25 maj dhe synon të nxjisë rritjen e prodhimit, modernizimin e fermave dhe zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit bujqësor në vend.